Në botën e gamingut, ku çdo klikim mund të bëjë diferencën, ai luan me një limit fizik që shumica s'mund ta imagjinojnë. I lindur me vetëm një dorë, Besjan Gjogjaj ka zgjedhur jo vetëm të mos ndalet, por të shkëlqej pikërisht aty ku saktësia, shpejtësia dhe kontrolli janë gjithçka, në Counter-Strike 2. Përshëndetje, unë jam Besjan Gjogjaj prej Prizrenit. Unë ja kom nis para 10 vjetë, prej 1.6 e dej këtu. Unë ja kom nis njëherë me lujt veç sa me kalu kohën, po me kohë e kom po që mëj me arrit dishka. Counter-Strike e kom zgjedh se e kom po që mëj me bon këtë lojën. Loja tjera është pak ma problem, po kjo më ka dhënë motivim mas shumë ti, mëj me lujt, edhe pse i kam për shembull 3 gishta, mëj. Përballë monitorit, ai nuk është lojtari ndryshe, ai është thjesht lojtari që befason. Me një setup si të gjithë të tjerët, ai hyn në lojë me të njëjtën ambicie si çdo tjetër, me fitoren në mendje dhe pasionin në gishtrenj. Kur luan live, ndjekësit e tij nuk shohin thjesht një lojë, ata shohin përkushtim që nuk prodhohet nga komoditeti, por nga vullneti. Po mu më të veçantë bën që loja që sheluj, të më thonë se që jam të më thonë me një dorë. Pak ma ndryshe të më thonë jam pikrejtve, në që asë jam ma i miri, po dej dikon mirë, po munona. Une jam level 7, gati 8 me dollë qështu dishka. Herë po ipim, herë po bim, qka me po. Une qështu kom lind, prej vogël, po kom pas komente dhe më thonë pozitive, negative, po ato kur nuk më kanë interesu, se kom këshyrë veç jetën dhe më thonë për para. Kom pas përkraje shumë për familjes, për shoqnis, shkon edhe një falenderim shumë i madh për Gjocin, që ma ka kompletu setupin, ma ka plotësu ëndrrën. E tash pjanisim edhe ka pak me live stream me TikTok e me Twitch, shtu. Po mirë, është sa keq. Live streamin e bën speciale për më tregu dhe më thonë njerëzve që mos mu nal kur. Më ka dhënë njerëzve që edhe pse me një dorë mundesh me arrit gjithçka në jetë. Kur e ki dhe më thonë në krah familjen, shoqnin, e çdo kanë. Mos i këshirni komentet negative kur, veç pozitive. Unë ja kom nis Twitchit o TikTokit dikon para një muje. Kom menu që ka me pas komente veç negative, po ka dalë krejt tjetër ndryshe. Faleminderit krejtve njerëzve që më përkrojnë. Në fillim me kom pas, do më thonë, pak si stres, kur isha live, se menojsha për njerëzit, do më thonë, që shju dokna për komentet e për senet, ama tash jo. Tash edhe pse jam qështu, do më thonë, unë nuk manin. Unë e i, do më thonë, veç më kallëzu krejtve. Se edhe pse jam qështu, veç për para, mos më nalë kur. Unë jam të vebo këtë sen, do më thonë, për të mirë, pa më kallëzu njerëzve, edhe inshallah ju pëlqej, edhe menoj se po. Faleminderit krejtve që më rrinë offer për çdo sen. Kur po luj, po bi shumë kundër shqiptarëve, po më binë shpesh. Edhe tani po më përcjellin krejt në loj. Ai natin më të madh që aty e kam. Se që po i edhe po më bëjnë stream snipe. Kur hup, do më thonë tilt krejt. Ama kur fiton, normal. Tash loj është kjo herë, humbje herë fitore. Po nuk i jap shumë stres vetit, veç ma shumë luj, do më thonë, për qef. Shumica e njerëzve po më thojnë me përdor mausa, që janë me pulla, po unë nuk mëj, shkak i gishtit që e kam të shkurt, edhe jam mësu qështu. Tani edhe me pedala, po me ndru sistemin, tani komplet më i mero pilojës, se qështu jam mësu unë, edhe s'po du me ndru njerë. Faleminderit krejtve që po menojnë për qësi senet mira, ama qështu
e lujt për para 10 vjetë, edhe s'ka me ndru. Ai se përdor historinë e tij si dramë, nuk të flet për vështirësi, nuk ankohet për kufizime, përkundrazi. Çdo headshot që bën është një përgjigje e heshtur për të gjithë ata që ndoshta e kanë paragjikuar qoftë edhe për një sekond. Ai nuk ka nevojë për justifikime, ka talent të mjaftueshëm dhe një dashni të vërtet për lojën. Me të kallëzu drejt, këta na ka dhënë motivim që mos punoj kurrë dhe na kanë bë muni neve si popull që jena shqiptar, na kanë bë muni që jena, domethënë, mas mirë ti. Dhe le që kanë plotsu domethënë ëndrrën e vet, po edhe neve na kanë plotsu ëndrrën që kanë shku deri domethënë më lart. Ato na kanë motivu shumë. Që domethënë të i këshyre dhe ata me këshyre domethënë edhe na me arrit diçka. E ka thonë frymëzim. Dhe tash domethënë jam bashku prapë, po inshallah i shohim sa më nalt apet. Në fund të ditës, kur strimi ka përfunduar dhe qati është qetësuar, ajo që mbetet është një mendim i qartë. Ai është lojtari që e ka thyer smundet në fuqinë e tij. Çdo ndeshje që luan është një dëshmi që e vërteta e forcës është brenda tij dhe jo në tastier. Ka pas plot njerëz që më kanë shkrujt e më kanë po live. Domethënë më shkrujshin faleminderit shumë se prej te domethënë ja kena nis me lujt e na ke dhënë frymëzim me motivim. Po mu më vjen mirë se nuk është puna edhe qështu, domethënë edhe pse njerëzit që janë si unë duhet me provu mos mu nal kur ëndrrën s'bën me nal. Duhet me provu si njerëz që janë si unë, si tjerë të domethënë që janë normal, që i kanë 2 dure krejt. Domethënë ëndrrën nuk bën me nal kurse mundesh me arrit diçka. Mu më ka motivu shoqënia edhe rrethi, se gjithë më kanë thonë mundesh me arrit domethënë diçka, mundesh me bën çetsen. Kom pas paragjykime, ama edhe komente negative, po mu nuk m'interesojnë, se unë e këshyri jetën veç për para. Edhe pse më ka folë Zoti që shtu, po nuk m'interesojnë domethënë çka folin njerëz. Ama veç këshyri domethënë e këshyri ëndrrën tem, edhe veç me vazhdu për para, mos më nal kur. Ëndra eme është domethënë më bo alo maj suksesshëm edhe mi kallëzu botës se qysh jam edhe qysh ka marrë domethënë dej këto. Une jam çiki që jam edhe nuk ndryshoj domethënë për kërkon. Faleminderit familjes, faleminderit rrethit se nuk më kanë lënë domethënë muni keq kur. Gjithë më kanë motivu. Une ju kisha thonë që më këshirni mu, domethënë se qysh jam. Edhe pse veç me tregishta, po ëndrrën mos e nalni kur, pa marrë parasysh se qysh jeni. Vazhdoni ato që keni domethënë me arrit në jetë. Mos këshirni edhe pse domethënë jeni pa një dorë ose diçka. Veç kur e shihni që mundi me bën diçka, mos u nalni kur, veç për para.